Përshëndetje, shikues të nderuar, në podcastin e sotëm kam mysafir një kandidat të lëvizjes vetëvenduese për deputet në Kuvendin e Kosovës. Ai është drejtor komunal në komunën e Biliqit, drejtor njërës prej drejtorive më të rëndësishme, mirë po këtë zgjedhje ka vendosur të kandidat për deputet në Kuvendin e Kosovës. Njihet si bashkëpunëtori më i afërt i kryetarit Halil Thaçi. Zoti Gazmend Krasniqi, mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Ase me thirë adash, që shumë të mësën a dhe ka zvejnda. Pse vendast me konkuru për deputet në këtu zgjedhje? Këto zgjedhje janë të rëndësisë veçantë që unë kam vendosur me hy si deputet për arsye që t'ju shërbej qytetarëve në nivelin më të lartë të qeverisë. Si drejtor mundem veç mi ekzekutu detyrat ligjet që janë, ndërsa si deputet mundem me ndiku edhe në përpilimin e tyre, kështu që kjo ka qenë arsyeja. Cili është misioni kështu personal, sa pritni vetë me shty kur të bëhuni deputet? A kona i lezë veçant në i politik që kene thonë që okej, mirë është ose nuk është bashkë mirë, për qëtoa kam sënim së 2-3 sane mi shty në parlamentin e Kosovës? Ligjet të ndryshme ka mundësi për mu intervenu, po pjesa është që Biliqi njihet si vend që jep energji krejt Kosovës, ndërsa nënën tjetër banorët kanë shumë të këqija që i kanë këtë aspekt ambientit. Sfida mjedisore, planifikimet urbane, ambientet, të më thonë këto pjesë. A mundet qeveria mi jap një farë subvencionimi ma të madhë për Bilicin në njërë që mori kuperu që të dome që shkaktuhen nga kiko? Qeveria tashmë veç është të i boj investimet në Kosovën B, më thonë në vendosjen e filtrave, njëkohësisht edhe është të boj revitalizimi i blokut A3 të Kosova A. Pas përfundimit tina ka me vazhdu bloku A4, ndërsa pas blokut A4 vazhdo bloku A5, kështu që përmisimi është duke ndodhë. Në anën tjetër jemi të planifiku me bashkëpunim me Kekun që të mbillen këto 4 vite të ardhshme, të mbillen 20.000 fitone brenda komunës së Biliqit. Me kryetarin e kem edhe planifikim edhe pjesën e liçenit artificial mes Kosovës A, Kosovës B, kështu që kjo do të ndikoj drejt për drejt në përmisimin e ambientit brenda komunës së Biliqit. Qysh ku më buca i lecini, sa ku me konë një madhë, sa ku me konë konkretisht i shfrytzueshëm për qytetarët e Biliqit? Liçeni që ne planifikojmë ta realizojmë i ka 3 elemente kryesore. Njëna është rekreativiteti i qytetarëve që mundën me dalë edhe me harxhu kohën e lirë që e kanë. E dyta mundet me funksionu drejt ndikimit të ambientit, për shkak se liçenet e thithin plunin poshtë, më thonë ndikon drejt për drejt në ambient. Edhe treta mundet me realizu në aspektin e një rezervuari Kekut, si që është siguria e energjisë elektrike që ndodhi vite më parë në pjesën e Ujmanit, ku rrezikoi edhe komplet energjia elektrike për shkak të mungesës së ujit, kështu që ky liçen mund të shërbejë edhe si rezervuari Kekut në sigurinë kombëtare të energjisë elektrike. Zakonisht mysafirët kur i kam na jena këtu 50 metra larg urës Tibrit, ti je prej vetëvenduese se keni posa ka uz viteve të fundit këtë farë pune. Çu të dok pjesa veriore pe gjatë kohës sa kalove e po me dhe urën e re këtu që kanë marrë? Unë kam qenë edhe më herët, kam qenë edhe tash, kam qenë edhe disa herë këtë kohën e fundit. Pjesa veriore më herët ka qenë pa mundur me dalë në pjesën veriore me tabela RKS. Ndërsa tash mundesh me dalë lirshëm, mundesh me shëtit lirshëm, më thonë është një gjendje komplet ndryshe në krahasim me ato që ka qenë. Krejt kjo ka bo që qeveria Kurti në mandatin e kaluar të jetë një ambient më i qetë, më i sigurt për gjithë qytetarët e Kosovës. Nuk dyshohet në qeverinë e kaluar kanë qenë bllokadat ndryshme, i kem po ato më herët që kanë qenë, ndërsa tash mundesh me shkuë me ardh lirshëm pa asnjë pengesë të vetme. Cilat janë sukseset më të mëdha që konsideron që ka pas vetëvendosja në këto vite të qeverisë së Albin Kurti, më konkretisht se vetëvendosja identifikohet me ta?
Po, njëra ndër sukseset kryesore është sigurimi i kufive të vendit, që ka qenë pjesa e territorit veriut. Më thonë ato kanë funksionu struktura paralele, ka pas laboratorët drogës, ka pas kriptovaluta që kanë pas qeveria ka pagu edhe rrymen pjesës sërbe, qytetarëve sërb, ka pas keqpërdorime, rrugë të bllokuara, kontraband ndryshme prej Serbisë, kështu që këto është punu jashtëzakonisht shumë mandatin e qeverisë Kurti, që ka bërë që pjesa veriore të çlirohet një herë mirë, edhe me këto dhe banorët serb janë tu ndi të çliruar prej strukturave serbe që kanë qenë ilegale në atë pjesë. Kështu që kjo është njëra ndër pjesët kryesore të mandatit të qeverisë Kurtit kaluar. Mos të harrojmë mi përmend që janë edhe kompani të ndryshme që është si kuna të themi Keku, që ka shku drejt realizimit, nuk kanë marrë punëtor për arsye që kanë hap të nderat ndryshëm, ndërsa përmes të nderave kanë përfitu disa individa të caktuar. Shtojmë këto edhe pjesën që në qeverinë Kurti, kur e ka marrë mandatin 2021, atëherë kanë qenë veç një terminal doganor, ndërsa tash janë tjertë kanë qenë gjitha private, ndërsa tash janë brenda umbrellës shtetit gjitha terminalet doganore. Posta po ashtu ka operu me humbje, ndërsa tash operon me fitim. Është bujqësia që është përkrahur shumë, ku një qytetar, një bujk i thjesht, për me pas një subvencion caktuar, mu duv me thirr një shok të vetin, ai shoku me thirr një shok, për me mujt me gjetë një lidhe diku për me marrë një subvencion. Tash mjafton veç ti drejtohet ministrisë dhe mundet me marrë pa problem subvencionet caktuara. Përmendet e lekum, për mu si qytetar, mirë është me dol fitim, po nuk është që kam ndaj farë interesin atë farë pune. Mirë, po qa menej që është e bo mas mirë të leku me volja në këtë rast, është se e ko rjetin perfekt në raport me aparaturin tjetër privat ekonomik që është IPCO, dhe me thonë të IPCO, vazhdimisht ankesa divjedh kompania, volja për momentin, për mu si klient, e ko rjetin e ka stabilizu dhe është korrekt me qytetarët, që kjo për mu është ma e rëndësishme që po puna me mirë së atë. Në cilin moment kur ardhë vetëvendusja në pushtet, ose zatë kohës ke menu që vetëvendusja është të po diçka mirë, është të ndryshu Kosovën, kur ka thonë që okej, që tash ja pas ka vlejt me konë vetëvendusje, kur jeni mas krenore që ja konë pjesë e vetëvendusjes. Prej çlirimit veriut të vendit, unë jam një shumë krenar me qeverisjen, që e kem kërku prej vitit 2005, në mënyrën veç t'ju kallëzojmë qysh qeveriset, ndërsa 4 vitet prej 2021 deri në vitin 2025, kryeministri jonë, Albin Kurti, ka kallëzu qysh qeveriset drejt, mirë, qysh i kthehet shteti popullit, qysh është qeverisja duhet tjetë e popullit e jo e disa individëve të caktuar. Që qeveriu nga ka bërë me ndi jashtëzakonisht krenar, pa harru me përmen edhe punë tjera, që e përmen edhe ma herët, është ndërmarrjet publike që duhet tjenë brenda umbrellës shtetit, duhet të zhvillohen e bujqësia, skemat sociale, tutje. Pse qytetarët duhet mja japë edhe një mandat vetëvendusje, se pas 50% s'mujti me bo qeverinë. Qeverinë e bonë s'mujti me zgjedh presidentin e që i vanë zgjedhje, pse ka nevojë edhe i herë dikush me i besu vetëvendusjes. Sepse vetëvendusja garanton zhvillim, siguri edhe përfaqësim drejtave më të mira për gjithë qytetarët e vendit. A me mujtë me bo qeverinë e presidentin, a këni menacion zgjedhje apet, mas shto qërshurit? Nuk do të ketë zgjedhje tjera. Qeveria Kurti do të ketë mbi 60%, që nuk do mbarmi ma prej partive tjera politike, në aspektin që do na çojnë drejt blokada, ndërsa populli e ka po, edhe sa herë kemi dalë për mu provu, nave që jemi shkutu rrit, kështu që edhe këtë herë jam shumë i bindur që do dalim mbi 60%. Po të u sigur 60%, më sobra pak shumë. Nuk o shumë, në 2021 patëm 50.2%, në 2025 në dhjetor patëm 51.11%. Tash, populli është të e ditë cilat janë kush është blokuesi, edhe do kem përkraje ala më të madhe.
Për ty liderin tanë, liderin e partisë tonë Albin Kurtin, çfarë mendon që dallon prej liderëve të partive tjera? Është i drejtë, ka vizion, edhe është për qytetarët. Po du më këty të komuna o Bilicet e këne bo një befasit modha në zgjedhjet e tetorit, te kryetari, nën kryetari, ekipa juve këne arrit në rezultat me marë për shtetin mas, se me thonë 26 vjetë, e mas një 12 vjetë aso ka dhe hejtë Xhafer Gashi. Qysh ja dalt me këty komunën e o Bilicet me marë vetë vendosja? Vendosja ka ndiku edhe në qeverisën qendrore, që din me udhëheq drejt edhe mirë, ndërsa në qeverisën lokale, pushteti i kaluar pa të bosë si kuna me konë shpet vetën, më thonë ka shërby vetëm në disa individ të caktuar. Ne kem punu shumë për qytetarët, edhe ajo ka bu që me konë ka përcimi ndryshimi i qeverisës të kaluar me to tash që është. Na patëm raportu në balotazh, patën orë shumë vetura prej Serbis më përfshi në zedhe, shumë Serb në Biles, që ndu dhe që atë moment në autën e balotazhit kur ke ose Xhafer Gashi, se Halil thot që qa ke që e punë? Kryetari i kalum, Xhafer Gashi, kryetari i LDK-s, ka pas marrëveshje direkte me listën srpska. Kam ftu dhe i kam pagu direkt listën. Mësa akuzeron, bre, dhe na keni fol. Nuk është akuzeron, është e drejt, na e dim që 1200 vota janë për listën srpska në komunën e Bilicet, ndërsa 600 prej tyne kanë qenë për LDK-n, ndërsa 1200 kanë qenë për asamblen komunale të listës srpska. Kështu që kjo bën dallimin direkt edhe e kallëzon kush ka pas marrëveshje me kën. Njihni si person shumë i afërt me kryetarin Halil Thosi, çu është bashkëpunimi me ta? Sa është e lehtë me punu me ta, sa është e vështirë? Bashkëpunimi është shumë i mirë. Me kryetarin kemi nisë prej 2018 aktivitetin politik në lëvizjen vendosje. Bëj me thonë që është lider që ju jap hapësirë dhe tjerëve me kallëzu kreativitetin edhe mundësinë që ka mu i më zhvillu. Nuk është që thot gjithçka çka buhet veçaj, po ju jap hapësirë gjithëve mbrana komunës, në mënyrë që me konë produkti realizimi për kraja e qytetarëve me konë sa më e mirë. Qëtu një 6 muaj sa bot që e mërt komunën, ajo ka përkro qeveria diska naj projekt për komunën të sinë se është vetë vendosja në altë, jo një poshtë? Po, na me fillimin e qeverisës të komunën e Bilicet me 4 dhjetor kur kemi hyrë mbrana komunës, kem fillu procedurat edhe kem fillu punën. Që atëherë kem fillu punën që tashmë me datën ne pibjem para 2 dite, veç ja kem fillu mbledhjen e mbeturinave. Me thonë në komunën e Bilicet. Kem kalu nivel komunal 2 herë mbrana kuvendit, 4 ministri filtrat. Do të thonë është mbrana kompanisë në Bele Kastriote. Na s'keme pastrimin mo, tash e kemi na mbrana ndërmarrjes tonë lokale, edhe nuk mundem me fajsu mo as një kompani tjetër, nëse nuk mujmë mbledh mbeturinat, është faja jonë direkt. Me thonë këta marrim si përgjegjësi para këtij qytetarëve të Bilicit, që pastrimin e mbeturinave tash e tutje bën në Bele Kastriote, brenda umbrellës komunës. Nëse zgjedhësh deputet, cilat kanë me si 2-3 projektet kryesore që kime insistu të qeveria, nëse është qeveria Kurti prap, me shkun komunën e o Bilicet, për që ka nevoj hala ma shumë? Ka nevoj për përkraje në aspektin e ambientit shumë, në aspektin e rregullimit urban brenda komunës së Bilicit, edhe përmirësimit të jetës qytetarëve. Do thonë këto kanë me qenë 3 pikat kryesore që do të intervenojnë. Të aspekti urban, qa kone vojtë të Bilicin, qa keni planë me bo, si qeverisje komunale? Në qeverisjen lokale brenda drejtorisë ku tashmë udhëheq on, ka qenë një plan zhvillimor urban që është miratuar nga qeverisja kaluar në vitin 2024, do të thonë nëntor 2024. Ajo është për 10 vjeta për 8 tani. Për 8 vite është. Po në atë pjesë që kemë vrejt na që ka qenë ndërtimet e larta kanë leju në pjesën ofër kekut. Ndërsa qendra
është ndërtime ma të ulta. Kjo është desht me qenë e kundërta. Qendrës të japët prioriteti për ndërtime të larta, ndërsa periferia me shku me ndërtime ma të ulta. Nëse kam pos në i tukë, dikush që anë i nëjtë diçka. Pa dyshim që po. Dhe thonë, brenda interesat ngusht, kam pos pronat ndryshme private ku kanë mujt me ble ata dhe ane e kanë drejtu edhe zhvillimin e urban. Se ku Malien është ta me ble anë. Pa tjetër që po. Zoti Gazmend Krasniqi, a mund është një mesazh të fundit për qytetarët të Tbilistit dhe të Kosovës për zgjedhjet e 7 qershorit me ja? Po, unë e them çdo herë që na jena me një udhkryq, edhe udhkryqin drejt stabilizimit të institucioneve të Kosovës, edhe pjesës tjetër drejt blokadave ndryshme që kanë me ndodhë, nëse veç nuk e marrim përkrahjen të qeverisë, mendoj që jam shumë i bindur që do dalim mbi 60%, andaj do të ketë stabilizim të institucioneve, edhe mesazhi ka me qenë që të përgatitemi që mos të dalim gjithë në zgjedhje, jo të lojmë një vot me dalë zgjedhje e 3 mos me dalë zgjedhje, po të përgatitemi të mobilizohemi që të ketë sa më shumë dalje në zgjedhje. Ju faleminderit shumë për intervistën, kisha pas qef edhe kryetarin tu imi pos me një moment tjetër mas zgjedhjeve edhe me ballafacu me dëpremtime të veta. Ja, sen se selam. Premtimet që i ka bo, tashmë veç është të realizu, kështu që një pjesë e tyne veç janë kry, nuk dyshojnë atë pjesë që deri në fund mandatit do t'i përmbushim, po ashtu do t'i kalojmë premtimet që i kemi bo në zgjedhjet lokale. Ju faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë për juve. Shikues të nderuar, shihemi në podcastin e ardhshëm. Faleminderit shumë.